Turqia do të ndërtojë një fabrikë të municioneve në Kosovë, kapaciteti do të jetë 20 milion fishek në vit. Prodhuesi shtetëror turk i sektorit të mbrojtjes MKE ka nënshkruar një marrëveshje për ndërtimin e një strukture prodhimi municionesh në Kosovë, një hap që dëshmon thellimin e bashkëpunimit të mbrojtjes midis Ankaras dhe Prishtinës. Siç raporton Daily Sabah, fabrika do të ketë kapacitet vjetor prodhimi prej 20 milion fishekësh dhe pritet të përfundojë deri në vitin 2026. MKE do t'i furnizojë Kosovës linjat e prodhimit për fishek dhe plumba, pajisjet e ngarkimit dhe montimit, si dhe laborator testimi. Kompania turke do të ndërtojë ndërtesat e nevojshme dhe do të ofrojë trajnime për prodhim, mirëmbajtje dhe riparim, si dhe asistencë teknike për fuqinë punëtore lokale. Njoftimi vjen pas dërkesave të fundit të dronëve kamikaz në Kosovë nga kompania turke Baykar, ndër të cilat modelet Skydagger dhe pas vlerës së parë të platformave ajrore pa pilot Baykar TB2 në korrik të vitit 2023. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti më parë ka konfirmuar planet për ngritjen e fabrikës së parë të municioneve dhe të një laboratori për projektimin e dronëve si pjesë e përpjekjeve për të zhvilluar industrinë e mbrojtjes së vendit dhe për të rritur kapacitetet për të përballur me kërcënime të mundshme në rajon. Rritja e angazhimit ushtarak dhe investimeve në mbrojtje ndodh ndërsa në Kosovë vazhdon të jetë e pranishme forca e NATO-s me mbi 4.000 trupa paqërujtëse, kryesisht në pjesën veriore të vendit, ku tensionet etnike janë intensifikuar në 2 vitet e fundit. MKE-ja gjithashtu po zgjerohet edhe globalisht. Kompania ka përfunduar kohët e fundit projekte të ngjashme në Jordani dhe Mongoli dhe sipas raportimeve është në bisedime me 8 vende të tjera për ngritjen e fabrikave të municioneve dhe pajisjeve për mbushje e montim. Kjo marrëveshje pritet të forcojë edhe më tej lidhjet nëmes Ankaras dhe Prishtinës në fushën e sigurisë dhe prodhimit ushtarak, ndërsa dhe fuqitë rajonale dhe aktorët ndërkombëtar do të ndjekin zhvillimet për ndikimet e mundshme mbi stabilitetin dhe ekuilibrin e sigurisë në Ballkan.